Metamorfoza mentale e autoritarizmit të Edi Ramës avjen e përëndohet drejt një paranoje reaktive. Rasti i fundit me mamicën e tij tregon pikërisht këtë devijim të pakthyeshëm drejt një pike ekstreme, siç mësohet. Përveç dyshimit se ministri e tij e jashtme kishte folur keq në kancelarit perëndimore për të, posaçërisht në Washington, ka parë si fantazma edhe një komplot e Elisa Spiropalit me Albin Kurtin. Duket se shkak për këtë është bërë një vizitë në Prishtinë e shefes së diplomacisë, një ditë para shkarkimit nga qeveria, vizitë që siç duket Spiropali e kishte aranxhuar me shpejtësi me ndërhyrjen e ambasadorit të Kosovës në Tiranë. Edi Rama është njoftuar menjëherë nga miku i tij ambasadori i Shqipërisë në Prishtinë dhe i është vërsulur ministre së jashtme, duke akuzuar se po vijon të veprojë prapa krave të tij, si edhe herët e tjera. Më pas ka ndodhur shkarkimi deri tek përplasja fatale, e cila shprehet se ka një zhvillim politik brenda PS-s. Nga ana tjetër, mësohet se Edi Rama i ka kërkuar në mënyrë ultimative Taulant Ballës që grupi socialist të mbajë një qendrim politik pas mungesës së Spiropalit në votimin për kërkesën e SPAK ndaj Belinda Ballukut, votim ku mungoi edhe Fatmir Xhafaj, i cili gjithashtu pas asaj ngjarjeje nuk është vënë re as në mbledhjet e grupit, por as në zonën e re elektorale që i ka caktuar kryeministri për të patronazhuar njësi numër 5. Tek bastioni politik i Xhafajt, Rama ka dërguar ministrin e brendshëm Besford Lamallari, i cili ishte këto ditë në Myslim Shyri, ku mbështetësit e ish-ministrit i bën një surprizë jo të këndshme. Ata varën në mur një poster gjigant të Xhafajt, akt që është marrë si incident jo vetëm nga ministri, por edhe nga vetë Edi Rama, i cili e ka agravuar inatin e tij, aq sa nuk ka ditë që nuk përplaset me të gjithë, duke u shfryrë se është rrethuar nga njerëz që duan t'i bëjnë puç. Burimet të pamfletit tregojnë se ai është përplasur edhe me të ngarkuarën me punë të SBA-s në Tiranë, e cila ka takuar disa ministra të rëndësishëm të qeverisë. Pas raportimit, mësohet se kryeministri ka shprehur pakënaqësinë, duke i kërkuar sqarime, e ka marrë përgjigjen se jemi aleat strategjik. I prerë mësohet se është treguar kryeministri duke thënë se jemi aleat, por për qeverisur jam unë, jo ju. E gjithë kjo atmosferë ka elmuar mjediset e mazhorancës, aq sa thuhet se të gjithë kërkojnë të shmangin takimin me kryeministrin. Të gjitha këto zhvillime nuk kanë mbetur parë në sy nga ndërkombëtarët që kanë përpiluar raportet përkatëse të shoqëruar me komentet gjendje e rënduar.